يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمد dhe gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala krijuesit të gjithësisë salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që I ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka bull këtë ditë agjërimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojnë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Sonte inshallah do të flasim diçka lidhje me shenjat e kiametit, ku Xhibrili alayhis salam e pyeti Muhammed alayhis salam kur është kiameti apo çasti, momenti kur bën kiameti, pejgamberi alayhis salam I tha pyetsi nuk është më I ditur se pyetsi. Pra unë as ti nuk e dina dhe as kush s'ka më ditë deri në ditën e gjykimit, përveç Allahut. Pastaj pyeti për shenjat apo më trego për shenjat e kiametit, atë pejgamberi alayhis salam I tha antalid al-amatu rabbataha wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fi al-bunyan, thot kur robëresha të lindë zonjën e saj dhe kur të shosh të zbathurit, të zhveshurit, fukarenjët, barit e deleve të garojnë në ndërtimin e godinave të larta. E kush janë ato apo fjala për arabët, në vendet arabe ku ka qenë shkretin, e sot I shohim në çfarë vende, për shembull në Mekë, në Medinë, çfarë ndërtesa kanë ndërtu, pastaj ku dalin ato ka Dubai, Emiratet, domethënë diçka për tu habitur. Në atë vend na shkretim në 50 vite apo 60 viteve mund ndërtu ashtone, janë prej shenjat të kiametit. Tash a ban a nuk ban, se një ditë njëri pyeti tha po për drejtësaj ka përmendur pejgamberi alayhis salam se shenjat e kiametit nuk bana, a janë diçka tjetër. Tash nuk ka ndaluar me ndërtu ndërtesa të nolta, ti mund me ndërtu nëse ki parë me ndërtu 50 katën 100 ka ndërtoje. Ama është prej shenja kiametit, domethënë po këto tregojnë se është të afru kiameti, fundi I kësaj bote. Allah xhaleshon në Kur'an thot për kiametin wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur. Thot nuk ka dyshim se kiameti do të vijë. Pra s'ka dyshim në ta. Në ndodhinë e kiametit nuk ka dyshim. Dhe se Allahu me siguri do të ringjall ata në varreza të vdekurit. Pra do të bëhet kiameti e pas kiametit do të bëhet ringjallë, do të dalin njerëzit gavorët për me u llogarit. Me një ajet tjetër thot inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakin akthara an-nas la yu'minun. Kiameti gjithsesi do të vijë. Aty nuk ka dyshim, por shumica e njerëzve nuk e besojnë. Pra shumica e njerëzve nuk besojnë se ka me pas kiamet. Kanë menduar se kanë me vdekje dhe u kri. Jo, nuk u kri, kur vdesësh fillon e vërteta. Se kjo bëhet ta mashtruese, është kalimtare. Por kur të vdesmi, atëherë fillon e vërteta, atje mund nuk ka mashtrime, nuk ka dredhia, nuk ka dallavere, aty prej momentit kur shlosh në varr, atëherë sheh se kjo pas ka qenë e vërtetë. Ama prap Allah po thot se shumica njerëz nuk besojnë se ka kiamet. E kur ndodh kiameti, edhe Xhibrili e pyeti Muhammed alayhis salam, tha asune që pyetën, po asnjë që po pyet nuk e dina. Allah xhaleshon në Kur'an ka treguar thot yasalunaka anis sa'ati ayyan mursaha. Ti të pjesin për kiametin o Muhammed, kur është? Kur do të ndodhë ai? Fima anta min dhikraha, po në çfarë gjendje je ti t'ua përkujtosh atë? Si ke më ja përkujtu kur edhe ti nuk e din o Muhammed? Ila rabbika muntahaha, vetëm te Zoti është dienia për të. Pra vetëm Allah e din. Tash sonte do të mundohemi se shenjat e kiametit apo parashenjat e kiametit janë të shumta. Sidomos të vogla, se shenjat e kiametit janë të vogla dhe të mëdha. Të voglat janë me dhjetra, ka shumë. Ndërsa të mëdha, të cilët janë me Kur'an dhe me Sunet, janë 10 mëdha. E sonte do të mundohem të flasim për të voglat. E këto që do të përmendim sonte do ta shohim se të gjitha kanë ndodhur. Domethënë të gjitha që përmendna për hadithe kanë ndodhur. Tash vetë kur të ndëgjojmë hadithet, edhe shenjat e vogla do ta kuptojmë se jemi tu I pa për çdo ditë këto. Kanë ndodhur, domethënë afrash kiameti. E para është dërgesa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shenjat të vogla të kiametit, e para është dërgesa, ardha e Muhamedit alayhis salam. Domethënë kur u shpa Muhamedi alayhis salam pejgamberi çka tha? Thot unë dhe kiameti jemi si këto dia. I edhe front gishtet afër këtë di.
Domethënë unë dhe Kiameti jemi afër, pra dërgesa ime dhe Kiameti jemi kështu afër. Pra shenja e parë prej shenja të vogla të Kiametit. E dyta është vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë me vdekjen e pejgamberit alayhis salam fillon pastaj me të madh të shfaqen shenjat e vogla tjera të Kiametit, të cilët do t'i përmendemi çetash. Pra e para ishte ardhja, dërgesa e pejgamberit alayhis salam, e dyta ishte vdekja. Pastaj prej shenjat të Kiametit është ndryshimi i amanetit dhe humbja e besnikërisë. Njerëzit nuk do të përmbajnë premtimeve dhe do të bëhen të pabes. Nuk e marrin fjalën. Ai fillojnë kur fillojnë njerëzit mos ta mbajnë fjalën e të bën të pabes, kur fillojnë luftrat apo përçarjet, problemet, çishte në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu. Shoku të pejgamberit alayhis salam, i pari halifi ishte Abu Bekri, Omeri, pastaj ishte Uthmani. E pe atë fillon këto problemet. E pejgamberi alayhis salam thotë: "Fa idha dhiyat al-amanatu fantadhir as-sa'a." Një ditë ishte pejgamberi alayhis salam me shokët e tij të net dhe të marrin një fjalim në ligjërat, edhe vjen një beduin prej larg thotë: "O Muhammed, o i dërguari i Allahut, thotë, kur na është Kiameti?" E pejgamberi alayhis salam nuk i përgjigjet, ka vazhduar fjalimin e tij. Kur ta mbaron fjalimin thotë: "Ku shkoi pyet si që pyeti për Kiametin?" Quhet ai beduin thotë: "Unë o pejgamberi i Allahut." Thotë: "Çka ke përgatit për ta?" Ti po vet apo kur na Kiameti, çka ke përgatit për ta? Atëherë thot pejgamberi alayhis salam: "Fa idha dhiyat al-amanatu fantadhir as-sa'a." Kur të humbet amaneti, prit e Kiametin. Po njerëzit kur ta humbin amanetin, nuk janë besnik, thot prit te Kiametin. Pastaj që beduini tha: "Fa kayfa idha'atuha?" Po si do të humbe amaneti tek njerëzit? Pejgamberi alayhis salam thot: "Idha wusida al-amru ila ahli fantadhir as-sa'a." Kur çonçet të besojnë atij që nuk e meritojnë, prit te Kiametin. Dhe kur ju besohet çonshët atij që nuk e meritojnë, prit në Kiametin. Ku të bëhet kryetar, filoni kryetar i shtetit. Amanet është ajo po. As se meriton as pak atë vend. Po njofsia, parja, kujt diçka, edhe ka mri bëhet kryetar shembull. Apo tjetri bëhet drejtor, apo tjetri udhëhes, tjetri bëhet mufti, kryeimam i një bashkie islame shembull. A meriton as se meriton nuk i kishini for këtë punë, por qëllimi si me arrit në post. E pejgamberi alayhis salam thot: "Idha usida al-amru ila ahlihi fantadhir as-sa'a." Kur çështjet të besohen atij që nuk e meritojnë, thot prit e Kiametin. E sa të ndodh kjo, e ka ndodhur çish më herët. Halife për shembull, apo kryetari i shtetit, apo udhëhesi një shoqate apo një grupit apo nuk e ka merituar, por ka rrit deri aty. Ose ako orator për ka goja, edhe ka mri, ose ka pas njoftësi, ose është për një fisi të familjes të madhe, e forcë e madhe, fuqi edhe mrin atë. Ama e meriton, nuk e meriton, pak punash për ato. E kur që besohen çështjet, atij që nuk e meritojnë, thot pejgamberi alayhis salam, fantadhir as-sa'a. Pastaj përhapja e ignorancës dhe zhdukja e diturisë. Dituria do të paksohet për shkak të vdekjes së dietarëve, ndërsa ignoranca do të shtohet. E çka thot pejgamberi alayhis salam hadithin që transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Inna min ashrati as-sa'ati an yurfa al-ilm wa yuktharu al-jahl." Nga shenjat e Kiametit është që dija do të hiqet, do të ngritet dhe ignoranca do të shtohet. Pastaj thonë në çetë hadith pejgamberi alayhis salam: "Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas." Thotë Allahu nuk e merr dijen duke tërhequr atë nga njerëzit, me hek diturinë, por se e largon diturinë nga njerëzit, por e merr dijen duke i marrë dietart, duke vdek dietart. Kan thonë disa dietar thotë mautul alim, mautul alam. Vdekja dietart është vdekja e njerëzimit. Kur të fillojnë të vdesin dietar të mëdhej, dietar besnik, dietar të sinqert, të drejtë që i kanë frikë Allahu xhaleshanu, fantadhir as-sa'a, prit e Kiametit. Pse? Se kur vdesin dietarët, me to vdesë dituria tënve. Nëse se ka marrë dikush, nëse nuk e ka trashëguar dikush, nëse se ka mësuar për atë i hoxhës, për atë i dietarit. E kur të fillojnë vdesin dietarët, ngadalë largohet edhe dituria. E kur largohet dituria, diçka duhet me zaventsuat apo? Kush e zaventson ignoranca, pa dituria. Çdo se na shtonë, e liron një vend diçka tjetër e zanat vende. E thot pejgamberi alayhis salam: "Walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama." Me marrjen e dietarëve, Allahu xhaleshane largon diturinë,
hatta idha lam yatruk aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Derisa të mos mbetet asnjë dietar, njerëzit atëherë do t'i marrin si udhëheqës ignorantët. Fasuilu fa'aftau bighayri ilm fadallu wa dallu. Pastaj këta njerëz, këto ignorantët, do të pyeten, do të japin fetva pa dije, duke devijuar veten dhe duke i devijuar të tjerë. Pra prej shenjat e kiametit është kur Allah e largon diturinë. Largimi i diturisë bëhet me vdekjen e dietarëve. Kur vdesën dietarët, atëherë njerëzit i morën si udhëheqës kanë ignorantë, xahilët, të paditurit. E këta të paditur, pastaj njerëz kanë mi pyet, se udhëheq, mufti, mashallah, mufti, i filan shtetit. Pyetet, ai ka mu përgjigj, me padituri përgjigjet. Sot e kije ChatGPT-n, e kije Google, e kije atë, e kije këtë, sot shumica ashtu po bën dietar. Edhe pyetet përgjigjet pa dituri, e devijon veten me atë përgjigjen, i devijon edhe tjerë. Se kur pyet hoxha, unë e përshem se hoxh, nëse ta jap përgjigjen gabim, edhe veten e kam deviju, edhe ti kam deviju. E kësha rritë e shkatrimi, e këna prej shenjat i kiametit, e sa ka sot prej tënve, prej xahilave, ignorantat të cilët janë, ose është imam, ose është dëni doktor, ose është dëni magisër, i thot vetës magisër, hoxha, ka pja tënve. Se nuk do me thonë, si coj që pretendon hoxhallokun është hoxh, si coj që pretendon se janë dietar është dietar, si coj që pretendon se është musliman, duhet më konë musliman. Jo, duhet shikohet, peshohet me islam, a vërtet ki hoxh, a dietar, a është ki musliman, apo nuk është, me shka me peshoren islame. E sa nësë shohin përshimë për hoxhallar, në thoi za pithojnë hoxhallar, e keni pa, kur është me medrese, ka kry medresën, ku i ma ligjeratët, ka thonë Allahun, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë filan djetare, Abu Hanife, Imam Shafi, atë i përmen këto. Ta ku tipe pak më nalë bot me fakultet, djetar pak nisi lesionësh. Pse se shtë kjo bo me kuptu? Ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi alayhis salam. Ta ku tipe pak më nalë, bot në i magisër, hadithët nisi largon pak adi, veç ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, ka thonë Allahu, ta ku të bon doktor, ku të janë njëse, si pas mendimit e ma merë mendja mu kështone, ma merë mendja mu ashtone, ma merë mendja mu ashtone, po ti kusht ka thito me dho mendimin tanë, ti si hush dush me dho që ka thot Kuran, që ka thot Sunej, që ka thot djetar, jo në mendimin tem të japune. Sa ka për tiri në dëgjojna, na për YouTube, na për Facebook, a i shofmi, nuk janë të mshefta, si na të shpif diçka. Qëtë hoxha të fol, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, ka thonë Imam Abu Hanifa, filan detari, në fund të ligjëratës, thotë mos si pas mendimit të amu, si po mendoj, është shtone. Hajde. Në stërnishtë, shkojnë stërnishtë e kjo. Qysh mëra, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi në fund, si pas mendimit të amu? Po mendimi jotë nuk ka ven ati ku ka tekst, ku ka jetë, ku ka hadith, ku ka thonjë djetarët të mëdhoj, djetarët mëdhoj, di shfar djetarë. Ebu Hanife, pa di ku shako Ebu Hanife, a di ku shako Imam Shafiu. Unë ta ashtë thomë, sikur që i thujnë disa, pa ato burra në burra. Po be ato burrat i burra, më shfar burri. Nashta mos përjanë ato burrat i moshkëll. Kjo po, ato burrat i moshkëll, po, meshko jemi krejt. Se që ashtu në shkura për dokumenta mëja, di moshkëll. A mu burë, sa i e burë, a i këtë diçka tjetër ashtë. E sa ka për atyre të cilët japin fetfaja, folin për qonshtë e islamit, edhe nëse forti pastaj kundra ati, me njëherë që unë popli, ave dhe hoxhallar shumë gjeloza me zvejti. Po sa me pikë gjelozia? Çfarë xhelozi ka unë se një hoxh i madh, ka mashallah xhamot, ka 1000 vjet i ka në xhami, e fol hakun, e fol të vërtetën, nuk e kundërshton Kur'anin, as sunet, as dietarët e mëdhoj, vallahi bilaj atë ja puth me dorën. S'kam pikë xhelozi. Inshallah në një xhamot rri ai ka 1000, vallahi nuk ka xhelozi. S'kam pikë e vërteta. Ti qosh e kundërshton, qohet xhamoti jo, qohet familja jote, thot pse pe kundërshton ai, doktor, sa libra i ka shujt, na për emisione e thirrën, në ka fash interneti, shkrime, shkon na për asaj, na për kësaj ka mos e thirrën. Po ma shumë të drejt ka të ndjekët e vërteta, jo personi pse pas ka shumë emra, MR, DR, kujt diçka. Do ndjekët e vërteta, jo pse i ka ato përpara emrit vet, PR, MR, DR, kujt diçka, ato nuk çojnë në xhenat. Nëse një fjalë, nëse një çështje, një mesele jo që kundërshton Kur'anin apo Sunetin e pejgamberit alayhis salam, qartë kundërshton, nuk të ban dobi e DR-ja, MR-ja dhe TR-ja. S'të bën dobi kur gjon. Të di kjo TR-ja shaka. Nuk ban dobi. E pejgamberi alayhis salam po thot: "Walakin yaqbidu al-ilma bi qabli al-ulama." Allah ngrit e largon diturinë me marrjen e dietarëve,
Pastaj çka ndodh? Thot hatta idha lam yatruk aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Thot derisa mos mbet asnjë dietar, pastaj njerëzit si udhëhesi morin kanë xahilët, ignorantët. Fasuilu fa aftau. Pyetën dhe japin fetvaja të përgjigjen, mashallah, keni pa disa si çun në televizor, hajde ka piqe, disa piqe përgjigje, po njëri pse nuk i thot nuk e di. Me thonë se piqe që janë për shembull që sonte shembull një pregadit për shenjtë e kiametit, e thonë ka piqe lidhje me temën, atë në rregull, ashtu mund mu përgjigj. A hajde bëjmë piqe përgjigje, herë të Hazreti Ademi, herë në xhennet, herë për mi tokë, herë në tokë, herë në qiell, herë histori, herë abdes, herë namaz, krejt mesirët e Islamit, por mashallah asnjëri nuk thot nuk e di. Sipas mendimit tim, më merr mendja se shtone. Na shtason bash shton, po mund më kon shtone. Hajde, është quiz me lut me çështën e Islamit. Kush DRMR filani? Imam Maliku ka një njeri, një beduin për i lartë, përpara kështu kanë ardhur. Një muj kanë udhëtuar përpara, një mesele me vetë hoxhën dietarin. Një muj një sahabi pejgamberit alayhis salam ka udhëtuar me deve, një muj, a disa një muj. Ja më udhëtu lart. Mas një muj kam rrit ai sahabiu se kishte dëgjuar se filani, vetëm filani ka dëgjuar këtë hadith pejgamberit alayhis salam. Edhe ke merr diell dhe niset, një muj thon. Ku mrit ai filon selam aleikum wa aleikum selam, a jete filoni po. A ke dëgjuar këtë hadith prej pejgamberit alayhis salam thot po. Assalamu aleikum. Rikthea sa të shtëpia. Një muj tjera. Vetëm u vërtetu mu ndi rahat se ki filon për me pas kam dëgjuar këtë hadith pejgamberit alayhis salam. E ku erki beduin e piti Imam Malikun, dikon 30 piqe, 40 piqe e piti Imam Malikun. Vetëm 7 prej tyre ja u dha përgjigjen. Të gjitha qertë nuk e di. Nuk e di. Hajde një sot një hoxh, edhe unë jam hoxh, po hajde një hoxh sot me një mezhles piqe përgjigj në thonjë 3-4 herë nuk e di. Ndodha kjo më thonë nuk e di, 3-4 herë. Imam Maliku diko 30 piqe tha nuk e di. Vetëm 7 përgjigj. Ki beduin tha, o imam thot po, populli jam ai fis jam kanë çutë ti me vet këtë filan alimi, shko te filan dietari. Tash si më shku më thonë spidike. Çka më bën thash, çish më u përgjigj atë? Thash shëmblet bekia, tha thuj imam nuk e di kë. Shumë thjesht tash. Dietar çka kanë thonë, nuk e di, la adri nisf al-ilm, nuk e di as gjithë dituria. I ditur i thot nuk e di, pa ditur kur nuk thot nuk e di. I ditur që i ka frikë Allahut, kur nuk e di thot nuk e di. Ai pa ditur ja ban qarën tani. Pejgamberi alayhis salam i dashuri i Allahut, mësuesi i njerëzimit, an shpit një piqe ka thonë nuk e di. E kush jam unë më thonë nuk e di. Thot do ta pyes Xhibrilin. E pyeti Xhibril alayhis salam thot nuk e di. Xhibril alayhis salam. Besniku i shpallës, tha nuk e di do ta pyes Allahun. Pyetja ishte se cilët vënë janë më të dashurat e Allahut në tokë dhe cilët vënë janë më të urrëtar të Allahut në tokë. Pejgamberi alayhis salam tha nuk e di. Xhibril alayhis salam tha nuk e di. E pyeti Allahun, atëherë ja shpallë Muhammed alayhis salam, vendet më të dashurat e Allahut janë xhamit dhe vendet më të urrëtar të Allahut janë tregët, pazarët. E kur gjum pejgamberi alayhis salam nuk ja uli postën që e kishte si pejgamberi i Allahut, si mësuesi i njerëzimit, pse tha nuk e di. Kur thoti nuk e di, na çoshë që nuk e di, të njerëzit që kuptojnë të ngritë shumë lart. Bon shumë i besueshëm, njerëzit atë dojnë më shumë se ke njeri pas ka frikë Allahut, po fol ka këtë kot. Ke na pas ka frikë edhe për veten e vet, po ka frikë edhe për neve. Për disa hoxha si hoxha, unë për shemb, ma bani pyetje, them nuk e di, kjo çka ne kupton? Pi kanë frikë Allahut, po tut na vetëm mos ta devijoj, po tut na ti mos devijoj. Sun letë ka më thonë, jo, zbani dhe u kri. Ama ti nesër ki me punu me qatë, tanë jetën, e në ditën që kim të dhonë ka me dhonë logari, dhe të i kim me dhonë logari. E prej shenjat e kiamet kjo është kur ngritë dituria dhe përhapët ignoranca pa dituria. Pastaj prej shenjat e kiamet të voglet janë përhapja alkoolit dhe imoraliteti, zinoja, do të bënë diçka e zakonshme tek njerëzit. Alkooli këtë, a di sot apo këtë normal, këtë e thjesht, a di shkon diku mysafir, ai e hoxha, ai haxhi, ai e musliman praktikan të afron, të vetë, të apedoni kohët. A di se për ato apo thjesht sikur ujë. Edhe zinoja apo krejt normale, bile. Me bon sot dikuj ti mi thonë, i kam bon 30 vetë, 40 vetë, kam bon zinoja, alhamdulillah, jam rujt prej sa. Që ti kanë i prapa mbetur. A di pëse s'ke dalë me gratë huja, ti i prapa mbetur. E për këtë po thot, a bon diçka e zakonshme të njerëzit, edhe alkooli edhe zinoja. Krejt normale, a në rrugë, na për qoshe, na për kafë, na për restorant, na për krejt normale a bon. Pse se sinja mësuma. Përpara për shembull, na për fshatrat tona që ku praktiku përpara Islamu më shumë e kanë pas tradita se
Si ka qenë përshin gratë këtë mlume, mas një kohë me pas dalë në atë fshatin i gruje me mineq, me të shkorta, që i këshin bon? Këtë ka duni shumë ka, mes të akfirullah, ka të dulë kështë shejtan, këtë pale që i kanë thonë. Por, si ka fillu kjo, kada, një 5 santin, atë funin ma të shkort, e kada të mësusini a mësu. Ma dikur edhe një 5 santin ma i shkort, a mësusini, sot, këtë teshët është e ka 5 santin. A mua bon këtë normale, se ti shkon në shpitone, në shpi kje qasi, del të kujshia qasi kje, shkon të mi qasia qasi kje, shkon të daj qasi kje, ka shkoj shkejt një asini jam sumë, duket kretë normale. A dhe nuk shkon meja dhe na me thonë, e stak firullah shkenë në bomba këto njerës? Jo, se të majsë pari gruin tonë e ki që ashtone. Shka të majsë e stak firullah për tjerë? Majsë pari e ki motrën tonë, e ki nanën tonë, e ki familjen tonë. Se mja bo e stak firullah më të duk diçka e mbrapsht, ajo vjeshe e tjerëve, se të qash në i ki të shpia. Se abon kjo e zakonshme, abon kretë normale tek njerëzit. E pejgamberi alayhis salam thot për hapja alkool dhe zinoja është prej shenja të vogla të kiamet. Kur ka fillu kjo, sot ta bëjnë abon këtë normale. Sot të kje dashta klasa dhe kurse që mësoj për kësaj punë. Na për shkolla i mësojnë për shembull fëmijën se aty si me bën, çka me bën, si bën kjo punë, ajo punë, kjo punë, i mëson fëmijën. Ai mija kishte thënë një, po ai babaja se mësoi në shkollë kur ai si boni 5000, 6000, 10000. Thot pejgamberi alayhis salam inna min ashrati as-sa'ati an yurfa al-ilmu wa yadhharu al-jahl wa yafshu az-zina wa yashrabu al-khamr. Thot prej shenjat e kiametit është kush duket dituria, do të shfaqet ignoranca, do të përhapet zinaja, immoraliteti dhe do të pijet alkooli. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, la yashrabunna an-nasu min ummati al-khamra yusammuna bighayri ismiha, do të pinë disa njerëz nga ummeti im alkoolin, thot duke quajtur me emra të tjera. Si thujnë me alkool, dhe diçka po lloj-lloj emni. Sot del bira pa alkool, çka kanë ato tjera? Ajo pa kështu, lloj-lloj emni. A mu kur ti mbledhësh kret, ke dalin alkool. Ke janë haram. Amo thot pejgamberi alayhis salam para 1400 vjet ka thonë, ummeti janë kanë me pi alkoolin dhe kanë me ndryshuar emrin, pra e thirrën me emra të tjerë. Pse se njëri atë se ndryshan këta ndëgjosh alkool, astagfirullah. Amo kur ta bojnë në emën tjetër, kjo nale ta provoj çka kanë kjo. Diçka e re ka dalë. E kjo prej shenjat e kiametit. E sot dalin ndoshta disa xhallar me këtë lidhën me birën pa alkool, çka pithojnë e kujt diçka, po ta reklamojnë. Bir pa alkool, bir halal. So, shumë se kjo halal i sot a bon diçka mod. Biznesi i madh a bon. Del njëri tash thot njëri thot dieti halal. Tjetri thot pije bira halal. Tjetri thot restoranti dashur me kujt diçka halal. Aty pse se pimë shumë njerëzit, a qen ta çet mishi i peshkit halal, po i mishi i peshkit halal, më është pikau bon. A di haram, veç nëse i ki vjedh atë diçka tjetër është haram është. Më përderisa që mor dietë aty nuk kanë sikur lopa, sikur që mi praja. Është halal. A qet kujt diçka çish pushime shembull në Dubai halal. Pushime në kujt diku halal. A bën kjo puna halalit biznesi i madh. Edhe janë të fituar shumë parë. Pse se pindrojnë emrin, pindrojnë sejneve, e thot pejgamberi alayhis salam, kanë me pi alkoolin dhe kanë me ndruar emrin, e quajnë me emra të tjerë. Prej shenjat e kiametit, thot pejgamberi alayhis salam, është përhapja kamatës. Do të bëhet e vështirë të shmangët kamatës, madje edhe ata që nuk e marrin drejt për drejt do të prekin nga efektet e saj, nga dëmët nga kamata. Thot pejgamberi alayhis salam, yati ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu a min al-halal am min al-haram. Thot do të vijë një kohë për njerëzit kur njeriu nuk do të shqetësohet se nga merr pasurinë, a është halal a është haram. Hiç nuk e ka gal, nuk mërzitet. Kërcoi me pas parë. Të kem pasuri. Parë me pas. Nuk shqetësohet as pak mërzitet, a është halal a nuk është halal. Çfarë është në ribaus, mashallah, xhalam aty kam rriçën për vjet në çon hax. Po të po çon ti për vjet në hax. A ke shipi ka pimer ato parë? Sa është më shumë, unë punoj 8 sati në fund muajit 20-30 mijë unë shembull, a? A është e mundur me fitu 20 mijë, është e mundur. Po shumë shpejt më bën milioner se tek na bën kjo miliona apo thonë tash se ka dalë kjo si në humor. Milioni i parë është i zashëm, do na gjej vin kollaj. Milioner. Deri gjë s'ka pasur dhe shef milioner. Pika u bën milioner. Inshallah me halal, nëse po praxhikojnë apo problem se jena të jetojnë në njëjtën vend, njëjtën ku jemi të jetu pak. Shumë shpejt për një muaj, për 2 muaj më bën milioner,
pa kanë problem. E pejgamberi alayhis salam po thot, nuk mërziten, nuk shqetësohen se nga e kanë pasurinë me haram me halal. Në tjetër hadith thot pejgamberi alayhis salam, thot ka më ardhur një kohë kur njerëzit të gjithë kanë me hongër kamatën. Thot edhe ato që nuk e hajnë kamatën, domethënë drejt për drejt, ka mi rrok pluni kamatës. Pse ta bën zor me bleni shishe ujë se atë të shtin diçka kamat. Domethënë tanë ta kanë lidh me kamat. Allah xheleshon çka thot për kamatën? Kamata është ndaluar direkt me ajet Kur'an, nuk ka se dietarët e kanë nxjerr pe dikun. Jo, direkt është ajeti. Wa halla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah e ka lejuar shitblerjen, e ka ndaluar kamatën. E thot Allahu në Kur'an, ata të cilët e hajnë kamatën, ato i kanë shpall luftë Allahut dhe të dërguarit e Allahut. Me hongër kamatën. E kamata është në tim në vetë, dhe me fuar që nga kamata, që ishë bënte, që ishë nuk bënte, gjitha këto. Ama kamata, ku të përhapët kamata, sotin atë e pa, na kamata, pëthujmë, ta na ombes shkë ujë, bedash me blete, të shtendi shka të i kamata, ta banda i fshar interesi. Kërë do me ble as interes, do me ble shpinë të one, do me pas interes, do me ble atë, interes, kama, interes të pithujmë, po, atë kamata. I kje parët e tua, shembull i kam në kash, parët 500.000, 1 milion, do me ble një shpi, së në blenë se gjegën të namaz. E shka me bon, hajde me kamat. Jap 200.000 edhe qjerët për një 50 vetë, 60 vetë, 70 vetë, 1 PM, stërni PM i pagujnë ato kada. Kamat, në detë interesin. Ato rritë të pagujnë. Ti jetën loksos, des, nesër përgjësia jote, tëra nesër gjalli pagujnë atë kamatën tone, mas nesër nipi jote, stër nipi, tanë jetën të pagujnë ato për ti. Pse me pas një jetë loksoze? Ani ku po të nalën do për të apojnë kështë logarinë, po gjone që 30 vetë zica. Ba nesën ka 2.000 franga të pagujt, që 30 vetë logaritit të në mujt ka 2.000 franga, po të dalë në disa shanë. E pëse mos e morë ka mod me blej një shpi? Ati minerë, matematikët, po të që 30 vetë si ki pas, vetë 2 milion gjabë. Ki punu, i ki vitu 2.000, ja ki dhati. Ki punu, i ki morë 2.000, ja ki dhati. Ati, kur të si ki pas që 30 vetë logaritit ka 2.000 franga, ka 1.500 shembull banesën, logaritit këtë që po të dalin shembull, të na një 500.000. A ki pasi 500.000 në gjabë me njëherë jo, ka pa, puno paguj. Kamata është ndalume, ta se dalin një disa e ndreqin e heshojnë, e gjenë dë një rrugë dalë dë një asë, ajo është këtë dishka tjetër, ama kamata me Kur'an drejt për drejt është ndalume. Pastaj preshenjët e kiamet është, edhe që këtë dhe inshallah që la nota vazhdojnë me tjerët, përhapja vrasjeve dhe konflikteve. Do të ketë shumë vrasje dhe njerëzit të vrasin njërin tjetrin pa ditur arsijen. Sa shpesh ndëgjoj ishin vra, nuk e di pse. Ish vra për çka? Për parking. Hajde, hajde. Atë pranon me një shëndoshkit, ish vra një musliman me një musliman ku ishi që 50 vjet, ishin vra për parkingin. Ishin vra pse i ka bërtit fëmijës. A të leni këto pra Allah, po vra ka dikush për parkingin, shumë duhet më konë i shkon krije, për mu vra për një parking apo për një fëmi. E pejgamberi alayhis salam thot, la taqumu sa'atu hatta yakthura al-haraj. Thot nuk ka mu bon kiamet derisa të bëhet haraj. E pini sahabi thot, wa ma al-haraju ya Rasulallah? Çka është al-haraj ya Rasulallah? Thot al-qatl, mbitja. Vrasjet shumëta. Qëtër hadith thot pejgamberi alayhis salam, walladhi nafsi bi yadi la tathabu ad-dunya hatta yati ala an-nasi yawman. Thot pashat, në kujdesin të cilët janë shpirti jam, thot nuk ka mu largu këtë dunjë, pra nuk ka mu fund këtë dunjë derisa që vjen një kohë njerëzve la yadri al-qatilu fima qutil wala al-maqtulu fima qutil. Thot përderisa ai që po mbit dikoni nuk e di pse ato e mbit, edhe ai mbituri nuk ka ashtu ditë pse u mbit. Thot s'ka mu bon kiameti derisa që vjen një kohë njerëzve, thot edhe ai që mbit dikon nuk e di pse ato e mbit. Ato e mbit ja ka dhënë dikush i merr 20.000 euro, shko vraj filanin. S'e di pse ato e vrajt. Në thojza punë ka, që veç me vrah. Po edhe ai që u mbet, edhe ai nuk e di pse u mbet. Kjo është el-haraj, mbitjet e mëdha, edhe hadithi pejgamberit alayhis salam këto flet se sahabët i thanë o pejgamberi Allah, a me këto që bëjnë lufna me mushrikët, me romakët, me këto të tjerë? Thotë jo. Me zveti, muslimanët me zveti. Muslimoni muslimonin. Edhe pejgamberi alayhis salam thotë el-haraj, pra el-qatil wal maqtul fi an-nar. Thotë edhe ai që po mbit, edhe i mbitur të ditë në xhehenem. I thonë sahabët o pejgamberi Allah, ki që e mbiti, e kuptum, xhenem, se e mbitin një musliman. Po i mbitur pse në xhehenem? Thotë hajme pas mujt të kish mbit këtë. Sa të janë çut të ditë,
mu rrok me zveti, po ki ka më i fortë mbiti të ditë në xhehenem. Pse? Sepse janë mbit për dynjë. Është fjala këtu kur rrokën di musliman për çështje dynjë, për parkingin, për fëmijën, për tokën, për asaj, për çështje dynjë. Edhe që janë kap me zveti, nëse ke mbit kët, të ditë në xhehenem. Edhe ke që mbit edhe i mbituri. Pse? Se edhe ke i mbitur sikur të shkon pak më i fortë e kish mbit ke tjetrin. Të ditë në xhehenem. Edhe ja sot problemet vrasit bën përsejnë shumë të kota, shumë thjesht, ai mendja shëndosh nuk e pranon thot. A është bën mush me kjo? Shpesh e keni pa në për lajme, në Facebook, në Google, asaj në lajme, sot në Shkup, sot në Kojdi Prezan, në Ferizaj, në që ishin vra dikush. Pse? Për parkingin. Se pranoj është këtë. Hajde mendja shëndosh me ta rrokit për parkingin kanë vra. Dhe më thonë, qash mbitja sot a bën si një flakareshbe? Për para problema ka dikuj me dhoni flakares, a kom punë e madhe. Sot ta ke nxjerr bom një plumb hajt për të mirë. Hin qetë në restorant atë një ka me vra, a mo ta shkallashi zvet, atë jashtë lëm një 5-6-7 i palon çtai punë e madhe. Haj se ka dajnë gjën policia ban qarën. A qetë ka nipin dikun qetë, a qetë ka një njofsi, mbiqja do të thonë bën sot këtë normale. Në më thonë, a bën mos me hap gojën të dikun, edhe nëse jashtë gabim aj, ma mirë bën me mshir gojën, mos fal. Pse mos e nxjerr me armën edhe të vret. E kjo prej shenjat e kiametit. Kjo nuk kanë vetëm sot, çish më herët ka filluar. E këtë çdo që e përmendëm, a ka ndo, i aty po, i aty përjetu për ditë. E këto janë shenjat e kiametit, domethënë jemi të afruar çdo ditë e më shumë ka kiameti. E kur të vijë kiameti, atëherë pështim nuk ka. Kur të vijë vdekja, atëherë më pështim nuk ka, kthim nuk ka, më thon, të kthejnë edhe një herë të bëj më mirë se sa çka kanë bën. A më vonë ashtu atëherë. E për këtë pejgamberi alayhis salam na ka paralajmëruar për këto shenjat të kiametit, se shenjë çka do të thonë shenjë, po tregon se kiameti ato afru. I to afru ka kiameti o te njëri. Hapi pak sin, kfillohu pak, çohu prej xhumit dynjos, se Ibn Abbas ka thonë njerëz janë në xhum, si të dehur, kur kfillohen, thotë kur që vjen vdekja. Janë në xhum dynjos ose janë si të dehur, aty ku pe dikush më rrash bon. Po s'di kur gjajnë. E kur zgjohen këto, kur kfillon, thotë kur që vjen Azrail alayhis salam ja mor shpirtin. Atëherë po vonë tashmë. E për këtë çoh prej xhumit dënjos para se me të ardhur Azraili alayhis salam. Kfillohu nga dehja e kësaj bote para se me të ardhur Azraili alayhis salam, se vallahi billahi janë shumë vonë atëherë. Se ato na duk neve dhe jeta sikur na përfil, ma ish vrap shumë e thjeshta të na du. E kish vrap filon as që na prek zemër. Këtë normale, pas sikur më pas në shpu. Ishin vrap një pensë, një 10. Shumë atë këtë normale dhe vazhdojnë, na pina ujin, kafën, çajin, muhabetën. Ishin vra, bile muhabeti i natës do n'erash mes neve, pa çka kishin vra. Ata kishin rreth, çka kishin mit, ata kishin bën kështu, kish do, kish. Këtë normal, këtë tu kesh e vesh kaq, në fund kur gjon nuk na prek, kur gjon nuk e ndryshon gjendjen tonë. E lutem Allah subhanahu wa taala që nga këto mësime të pejgamberit alayhis salam, nga lajmet që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të morim muslim dhe të ruhen prej këshillave, se sicil janë shpërgjes për veten e tij në ditën e gjykimit, dhe Allahu xhaleshan ditën e gjykimit ka më thonë me melekëve waqifuhum innahum mas'ulun, ndalni se kanë më marrë në piqe. Të gjithë kemi më marrë në piqe. E aqe nuk ka as njofsi, as nuk ka rishfet me dhon, aqe kemi qitë punë të tua që i ki punu, edhe që ato kanë mu peshu. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të na bën për ati që bujnë vepra të mira, për ati që kapën për rrugën e cila që në xhennet, dhe lusim Allah subhanahu wa ta'ala për hatet Ramazan dhe këto ditë të fundit të Ramazanit, na i fal gabimet tona, të na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit, dhe në fund lusim Allah kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.